thënë Aliu radhiyallahu anhu, irtahalat ad-dunya mudbiratan, wa irtahalat al-akhiratu muqbilatan. Do të thonë dunjaja është duke u largu, ahireti është duke ardhur, duke u afru. Këtë besoj që e kupton secili. Çdo ditë në dunja që kalon, do të thonë është duke u paksu jeta. Edhe pra dunjaja është në largim e sipër. Dhe me secilën ditë të afrohet ty ahireti. Edhe thot wa li kulli wahidatin minhuma banun. Edhe secili prej këtyre dyjave, edhe dunjaja dhe ahireti, kanë djem ose fëmijë. Fekunu min abna'i al-akhirah wala takunu min abna'i ad-dunya. Do të thonë bëhuni djem të ahiretit, mos u bëni djem të dunjas. Thot fa inna al-yawma 'amalun wala hisab. Sot ka veprim dhe nuk ka llogari. Wa ghadan hisabun wala 'amal. Kurse nesër ka llogari dhe nuk ka vepra. Do të thonë mbaron veprimi nesër pas vdekjes. Nuk ka veprim, ka vetëm llogari. Prandaj puno sot, kur mund të punosh edhe nuk merresh në llogari. Edhe kanë thënë disa gjithashtu prej selefit, kanë thënë është e çuditshme si është gjendja e njeriut që dunjaja është duke ju largu dhe ahireti është duke ju afru, kurse ai angazhohet me atë që është duke u larguar dhe e la atë që është duke u afru. Do të thonë, nuk i bëhet vonë për ahiretin që çdo ditë i afrohet më shumë, por angazhohet edhe brengoset për dunjan që çdo ditë është më larg e më larg.